Mjeku me urdhër të prerë. Këta persona nuk duhet të pinë kafe turke, ja çfarë shkakton. Tani e di më se kafeja ka vlera të pasvendësueshme shëndetësore. Kafeja ka minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por a kishe menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpinë tonë kafeja turke është një nga shoqëruesit e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje, askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. Keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres si kur pini një kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Kafeja turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes, pasi përgatitja e saj ka vetëm një hap: bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zjerjen e tyre me ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokrizat e madhësisë së rrës. Më pas, përgatitja në makinën e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve që ndodhen te kafeja, kafestoli dhe kaeovoli, dy minerale yndyrore të cilat gjenden te bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa dhe antioksidantët, të cilët persona nuk duhet të konsumojnë kafe turke. Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë ose ato që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto minerale janë vërtet të dëmshme. Studimet e fundit kanë vërtetuar se këto dy substanca te personat që vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar edhe shëndetin e zemrës pasi ajo nuk furnizohet me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke te këta persona rrit dukshëm nivelin e kolesterolit me të paktën 10%, citon Elfisaj, duke qenë se kafeja turke përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 5.4 të kaoljanit, ndërkohë që kafeja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një e dhënë e dobishme, pasi tregon se njerëzit që vuajnë nga kolesteroli duhet të konsumojnë më shumë kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë këto probleme, kafeja turke nuk përbën asnjë rrezik për shëndetin e tyre. Por cilat janë efektet pozitive të konsumit të rregullt të kafes pa e shoqëruar me ëmbëlsues shtesë? Studimet e fundit kanë zbuluar se konsumi i kafes mund të ofrojë përfitime të larta për shëndetin e përgjithshëm. Konsumi i kafes mund të ndikojë drejtpërsëdrejti në shëndetin e trurit. Fal kafeinës mundeni të përmirësoni funksionet tuaja njohëse, prandaj do ju ndihmojë të kaloni një ditë të vështirë në punë dhe të përqendroheni më mirë në studimet tuaja. Kjo fal faktit që bllokon adenozinën dhe rrit dopaminën dhe neuropinefrinën, që përshpejtojnë funksionet e trurit. Kjo gjithashtu kontribon në kujtesë dhe në rritjen e energjisë, madje dhe përmirëson disponimin. Kafeja parandalon rënien njohëse. Një tjetër nga vetitë e kafes është se ndihmon në parandalimin ose vonimin e efekteve të sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri dhe Parkinsoni. Disa studime kanë përcaktuar se konsumi i rregullt i kafes mund të zvogëlojë shanset e tyre me të paktën 60%, citon Elfilaj. Kafeja përmirëson performancën fizike. Edhe kafeina ndihmon në rritjen e niveleve të adrenalinës në organizëm, gjë që bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të marrë një përpjekje fizike. Prandaj mund të përmirësoni performancën dhe të zvogëloni ndjenjën e lodhjes për shkak të aktivitetit tuaj fizik. Kafeja është e pasur me antioksidant. Studimet të kryera si ato nga CSIC kanë treguar se kafeja është mrekullueshme dhe një burim i lartë i antioksidantëve. Kjo mund t'ju ndihmojë të mbani shëndetin mirë dhe të parandaloni plakjen e qelizave tuaja. Përveç kësaj, siguron një mori të vitaminave dhe mineraleve që ju ndihmojnë gjithashtu në forcimin e shëndetit tuaj. Në fakt, mund të përmbajë më shumë antioksidantë se si disa fruta dhe perime të tjera. Kafeja mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e mëlçisë.
Një tjetër studim nga Universiteti Southampton pohoi se një filxhan me kafe në përditshmëri mund të zvogëlojë rrezikun e cirrozës së mëlçisë me 25% me 4 filxhan që mund të reduktojnë deri në 65%. Prandaj është e mirë për mëlçinën tuaj. Kafeja djeg yndyrën. Nëse doni të keni një dietë më të mirë dhe dëshironi të humbisni në peshë, duhet të dini se kafeja pa ëmbëlsues është një substancë natyrale që ka kafeinë që ka veti djegëse të yndyrës. Falë këtij, metabolizmi mund të përshpejtohet dhe të eliminohet gjithçka që ka mbetur. Prandaj konsumi i kafes të ekuilibron edhe dëshirën për ushqime. Kafeja është e pasur me prebiotik. Konsiderohet si një nga ushqimet funksionale ashtu siç ka efekte prebiotike, kështu që mund të mbrojë shëndetin tuaj të zorrve. Kjo do të thotë ushqen florën bakteriale të zorrve dhe stimulon sekretimin e stomakut, aktivizon prodhimin e tëmthit dhe kontrakton fshikësin e tëmthit. Kjo e bën shumë tretëse nëse merret pas ngrënies. Kafeja ndihmon në parandalimin e astmës. Edhe pse duket e çuditshme, ka dhe studime që përcaktojnë se kafeja mund të përmirësojë simptomat e astmës. Mund të duket se nuk ka asnjë lidhje, por kafeja mund të ndihmojë në zgjerimin e tubave bronkial për shkak të kafeinës, pasi është një substancë kimikisht e ngjashme me ato që përdoren kundër astmës. Kafeja është gjithashtu një antidepresant natyral. Kafeja mund t'ju ndihmojë në problemet tuaja me depresionin edhe nëse nuk e konsumoni në sasi të tepërta. Kjo për shkak se kafeina mund të bllokojë molekulat e lidhura me stresin. Kështu që personat me këto probleme që pinë kafe çdo ditë u vëzhguan se reduktuan nivelet e tyre të stresit. Kafeja ka ndikime pozitive në shëndetin e zemrës. Kafeina e konsumuar në moderi mund të zvogëlojë rrezikun për të pasur një atak në zemër. Kjo për shkak se redukton kalciumin e pranishëm në arteriet koronare, duke minimizuar shanset për të pasur një infarkt miokardi. Kafeja gjithashtu ka edhe element të mirë ushqyes, por çelësi qëndron te sasia që ju e konsumoni. 1 deri në 2 filxhan janë më se të mjaftueshme për të marrë vlerat e saj. Kafeja është një nga pijet më të njohura në të gjithë globin me një numër të lartë të përfitimeve shëndetësore. Pal niveleve të larta të antioksidantëve dhe lëndëve ushqyese të dobishme, gjithashtu duket se është mjaft e shëndetshme. Studimet tregojnë se personat që konsumojnë kafe rrezikohen më pak nga disa komplikacione të rënda. Këto janë në përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i kafes, sipas Healthline. Mund të përmirësojë nivelin e energjisë dhe t'ju bëjë më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues për trurin, çka shkakton një efekt stimulues. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendjen shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve të trurit. Mund t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin. Disa studime tregojnë se kafeina mund të rrisë djegjen e dhjamit dhe gjithashtu ritmin e metabolizmit. Mund të përmirësojë në mënyrë drastike performancën fizike. Kafeina mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë acidet yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu çon në përmirësim të dukshëm të performancës fizike. Përmban lëndë ushqyese thelbësore. Kafeja përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme, përfshirë riboflavin, acid pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Mund të ulë rrezikun e diabetit të tipit 2. Disa studime vëzhguese tregojnë se personat të cilët konsumojnë kafe rregullisht në dietën e tyre do të marrin gjithashtu përfitime më të larta ushqyese në reduktimin e komplikacioneve të luhatjeve të sheqerit. Mund t'ju ndihmojë gjithashtu kundër problemeve të Alzheimerit, gjithashtu edhe të demantinës. Personat të cilët kanë një rrezik më të ulët për të prekur nga Alzheimeri duket se kafeja mund të japë rezultate fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e rrezikut të Parkinsonit. Personat të cilët konsumojnë rregullisht kafe kanë deri në 60% më pak mundësi që të vuajnë nga problemet e Parkinsonit dhe gjithashtu të përmirësojnë gjendjen e tyre imunitare. Këshillohet vetëm konsumi i kafes, i cili nuk përmban shtojca të ndryshme të sheqernave ose shoqërohet me yndyrna të tepërta. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.